Ndryshe. Po leca thot Olti ty më. Po Olti Curim pyeti tha, do ketë Aurela një koncert një natë të saj, tha, ato brillante të veta dhe do të transmetohet në Top Channel. E ka ç'është kjo? Jo, Olti po na ndjek. Olti, të lutem, do të jetë çdo javë të enten, do të jetë një shfaqje teatr muzikor, film, komedi, teatr muzikor, kjo është teatr muzikor. Unë ashtu e kam konceptuar. Se unë jam dhe teatrale. Për kufizim më i mirë, po. Prandaj edhe e thash teatr muzikor, një tip kabaret i vogël. Do kesh monolog her pas here? Po do të kem. Po do të kem. Po monologje. Shumë mini stand-up me humor patjetër. Po sigurisht. Unë me zi e kam pritur këtë ditë. Domethënë ëndra ime. Me zi po presim të shohim Aurela. E falenderoj Top Channel që besoi në idenë që kisha. Kam shumë vite që e pjek me veten. Gjithë këto vite eksperiencë më bën ta kërkoj përsëri sepse e kam kërkuar një herë dikur edhe vetë si isha e bindur. E kupton, edhe nuk kam qenë gati. Patjetër, çdo gjë ndodh për një arsye në momentin e dur. Dhe tani jam plot, jam gati për të dhënë nga vetja dhe mezi po pres. Janë bërë është e thjeshtë, janë bërë dy gjigant bashk. Edhe të shohim tani bombën që do plasi Aurela Gaçe, Top Channel në AG Show. Kama e thash mirë, apo do më shash disa buku shefe, unë nuk të shava. Më falë, shava unë do të roqja vëmendjen. E mos e bjonde jam tek e fundit të avash. Si nuk je bjonde natyrale. Nga eksperienca, apo janë çik natyrale. Nga eksperienca jote, çfarë këngësh sot publiku sot çmendet me çfarë lloj këngësh? Të mijat apo në përgjithësi? Në përgjithësi. Çfarë rrymë muzikore, çfarë pëlqen më shumë? Sigurisht nga eksperienca jote po të flas. Publiku pëlqen nëse flasim për mua, për ty. Pëlqen ato baladat e mia. Ato zë vend e parë? Kur zë vend parë po them? Jo, nuk mund ta them, sepse ka momente për shkak që publiku mund të çmendet me baladat e mia, i këndon një zëri dhe pastaj un filloj këndoj diçka tjetër, origjinalen për shembull. Origjinalen dhe prap çmendet. Un këndoj ja ke nge dhe prap çmendet. Un këndoj më pret, o fustani flet. Po un çmendem fare kur këndon Aredin Pashën. Ja, shikon. Pastaj kur filloi. Ushure ti këm kryqet. Ule ti këm kryq gazi file si ti të rimat në pyje. Dhe unë e falenderoj Zotin që mi ka dhënë këto mundësi që ta përdor jukeboxin tim, se jam si një jukebox, kështu e mendoj veten time, fus një jeton, po edhe del kënga që kërkoj. Mirë. Sa kohë Aurela që nuk merr pjesë në festivale? Festivali i fundit ka qenë 2010. Në RTS, Në RTS. Po pse jo? Kurse në Këngë Magjike po. Këngë Magjike që më para pak vite, 2 vjetësh, 3 vjetësh. Jo. Në 2016. 2016? Po bën 10 vite. Në 2017 jo, kam qenë me Elifarën 2017. Që bëra të këngën e Pesjan më gotiti, semrën më kapiti. Po pse nuk merr pjesë në festivale? Po ja, kush do bëja gëshov? Mirë, ke shumë angazhime të tjera. Shiko, çdo gjë ka një cikël, ka një etapë. Mua më pëlqejnë garat. Unë nga garat kam dalë. Po s'të pëlqen vlerësimi. Jo, vlerësimi. E para e dyta. Po ankova unë për vlerësimet më rënd një pikë. Jo, e di sa. Jo. Është me etapa. Domethënë unë për 10 vite në Tiranë, 11 vite në Tiranë kam qenë non-stop 9 muaj agëshon që zhvilloja çdo javë, premte të shtun. Pastaj fillonte sezoni në ver, prap duke udhëtuar po. Dhe gjithë këto vite, më thënë, mbaroj ky cikël. Unë e mendoj që mbaroj ky kapitull. Tani fillon ky kapitulli tjetër, sapo bëra edhe filmin. Po, kur dhe filmi? Në prill. Domethënë çdo gjë ka një cikël. Dhe nuk mund të them, shpesh them ndonjëherë që jo nuk do marr më pjesë, po ndonjëherë them po sikur. Dhe kur shikoj këto, për shembull këngëtarët italian këto të vjetrit për shembull, dalin dhe këndojnë Sanremo, nuk fiton vendin e parë. Ai mund të renditet edhe i shtati, nuk ka rëndësi, po ti je publikut. Mbase një moment tjetër, kur unë t'i mbaroj të gjitha këto që kam për të dhënë, mund të rikthehem prap, nuk i dihet. E kupton? E kam pyetje këtu tash me që e përmend tamam këtë që ti ke lënë këto çdo javë. I kam lënë sepse ka shumë angazhime tjera. Ndryshe nuk do ta bëja dot as filmin. Më shumë lekë marr atëherë apo tani?
Si kur për shembull. Tani për shembull që shkon sot je në ku diun në Sarand, mas një jave je në. E kuptova. Se nuk ke më një stabilitet, po 1, 2, 3 javë, 1 muaj. E ke s'ka mos u përgjigj. Do të pyesim Skerdi. Apo me që jemi ke Skerdi, me që jemi te Skerdi. Menaxheri yt kur merr vendime për projektet e tua, mendon si burri yt apo si menaxheri yt? Në radhë të para ai mendon si njeriu që më do shumë dhe që e dua shumë. Mendon njëherë për shëndetin tim, mendon njëherë a mund ta bëj këtë gjë. Dhe për shembull një fakt, nëse mua më kërkohet të këndoj tazëm, kam një ftesë të këndoj sot, kam dhe një ftesë të këndoj nesër. Dhe kam dhe një ftesë të këndoj pas nesër, që bie 3 ditë rresht. Skerdi përpara se ta marrë atë vendim më pyet. A e bën dot sepse unë i kam thënë ditën e tretë unë lodhem, sepse unë këndoj live 3 orë pa pushim dhe unë ditën e tretë unë mund të them nëse jam e etur përpara do thosha po bëje ose futi një CD dhe hec, por unë kam ndërgjegje dhe kam ndërgjegje artistike dhe kam dhe cip në faqe. Unë nuk mund t'i paraqitem atij njeriu që paguan e lodhur dhe them më mirë jo, sepse nuk e përballoj dot nëse unë kam udhëtuar për shembull nga Saranda në Vlorë dhe nga Vlora të shkoj në Shkodër për shembull, e kupton? Dhe ajo është një lodhje fizike dhe unë dalë lodhur dhe unë turpërohem. Po përse sa është një sforcim që të mund ta japi më mbrapa. Ato para nuk vlen aq sa vlen cipa një herë në faqe dhe shëndeti. Kështu që për kë nuk do këndoje ti asnjëherë Aurela, ose nuk e di, në cilin vend nuk do këndoje asnjëherë, ose në cilën skenë s'do këndoje asnjëherë, ose për kë person nuk do këndoje asnjëherë. Jalla. Ske nga këto përgjigje. Ç'ishte kjo? Kështu kemi pyetje. Me zi pas ka pritur të mafus. Erdhi rasti. Po ti nuk shënje bjëndën. Ti qenë një rus. Të dinja të vogël. Atë the ti. Po të njif kërka. Mirë, do kalojmë në këndoja. S'ka gjë, mos e thuaj. Unë nuk do të këndoja dot asnjëherë për shembull në një parti private që do të më ftonin për shembull 10 veta për shembull në një tavolinë. Po pra, se ka të tilla. Unë këndoj për shoqërinë dhe me shoqërinë, sigurisht dhe 3 vetat jemi dhe 4 edhe 2, por kur të ftojnë kështu që hajde të paguaj dhe më këndo kështu 10 veta nuk. E di unë ka kënduar një këngëtare ashtu, 4 veta kanë qenë. Po mirë, ma edhe këndojnë në rregull, edhe këngëtare famshme në Shqipëri. Po mirë, më mirë, në rregull do të bëjnë çfarë duan. Nuk na intereson, mos merr me thashë theme ti. Adela kështu ku pas ka marrë. Burr legend, edhe më thotë. Ja pra, në show-n tim kjo do ndodhi. Ja kjo gjëja do ndodhi. O pasalse, kapëm një Salsano, të erdha do më vish. Patjetër. Na ka ardhur do t'i shkojmë. Jo, për shembull, do pranonte Aurela të këndosh në një vend me kështu me CD o live. Jo, asnjëherë. Ja, kjo mund të ishte një tjetër alternativë. Po, kjo ishte një pyetje shumë e vënd dhe shumë mirë që ma the, që ma ceke sepse unë e kam shirë nga mendja sepse nuk ekziston në mendjen time kjo gjë. Shumë kërkesa vijnë të tilla. Jo, asnjëherë. Shumë kërkesa vijnë të tilla dhe mund të thonë që po mirë më burr, hajde se 20 minuta, e kupton, hec. Ndërkohë im shoq Skerdi shkon dhe shikon vendin dhe thot nuk e lartësi, s'kam ku të vë fonin. Thot ai po çdo kam këtu. Jo, po s'mund të këndoj Aurela me këtë foni që nuk vjen tingulli, s'vjen gjëja, nuk vjen. Thot po s'ka gjë, kështu vjen të gjithë. Po jo, dhe unë nuk i bëj shumë data, shumë kërkesa, do më thënë që vinë, unë nuk i bëj, nuk arrihen, pikërisht sepse kam kërkesa nga ana muzikore, sepse nuk mund të paraqitem ndryshe përpara publikut. Kam vendosur një standard që okej, mund të jetë shumë e vështirë, është një treg i vogël, unë e kuptoj, edhe atij të klubit nuk i del mbase që të bëj gjithë këtë. Të përballoj këtë gjë. E kupton? Por them, unë nuk do të bëhem e pasur se nuk janë në qindra miliona para. Nuk do të bëhem e pasur me atë gjë. Okej, ato vlen sepse futen në shtëpi. Më kupton, janë të ardhura që futen në shtëpi.
por unë dua të flegju me qetë. Dhe e kam kuptuar që, okay, unë jetoj mirë, nuk dua, shiko, kush shaj njeri që nuk do të fus të ardhura në shtëpi, por është dhe mënyra se si. Po me karar? Po nuk të pëlqen kështu Jo, fast. nuk është mënyra se si, dhe nuk e bëj dot, jam paraqitur përpara publikut. Kështu. Po gjitha këto përgjigjen, Shikoj çfarë pyetje kam bërë, më super pyetje kam bërë. Publiku më njeh tani më, domethënë që unë nuk mund të rri në skenë. Vazhdo ti. Shiko, kur më thon gjysmore ndonjëherë, gjysmore, them o zot, po si mund të dal para publikut gjysmore dhe të iki? Të bëj ta. Nuk e bëj dot, nuk e kupton. Saltano përgatit një pyetësor që quhen pyetje pa nivel. Ja ta them dhe këtë. Mbaje pak, mbaje çik. Po, hap ekran. Në të gjithë botën artistët që kanë një emër në atë publik që i duar troket, nuk ka koncert poshtë 2 orëshit. Nuk ekziston në botë. Kështu që ta din. Në fakt edhe kur po mendoja dasmën më të famshme në botë që ishte ajo e atij indiani që ngriti Rihanën e Beyoncé. Jo, mund t'i ketë marrë edhe ata kështu 1 orë 2 orë. Edhe ata Ke menduar të bësh në stadium? Po prit ta mbarojmë një çik këtë. Stadiumi do shumë të ardhura. Shumë të ardhura. Do shumë buxhet për të bërë. Do shumë buxhet. Por nuk i dihet. Tashti me bashkimin që bëm me Topin, nuk i dihet. Ku i dihet? Edhe mundet. Shkop mbar shumë. Atëre hym ke pyetje pa nivel apo pa publicitet? Kemi 2 minuta.